nuk mund të ketë në qoftë se mban parasysh interesat e qytetarëve shqiptar në agjendë asgjë tjetër veç se vjedhjet e binomit Rama-Balluku. Çështja e dytë që ky parlament duhet debatojë dhe të japë zgjidhje është çështja e naftës. Kreu i juaj ju deklaroi socialistëve në lushnje se Europa nuk subvencionon me naftën. Një mashtrim të turpshëm, të pa skrupullt, dhe ju që qeshi, ju bëni sklavin këtu, sepse sfidoj çdo njeri dhe çdo shqiptar të gjejë një vend të vetëm antar të Bashkimit Evropian që të mos subvencionoj naftën për fermerët. Përkundrazi, Gjermania e rriti këtë vit subvencionin dhe mundet dhe vendet tjera. Të shkosh dhe të deklarosh vetëm se janë socialist dhe mund të thuash çdo gjë se Europa nuk subvencionon me naftën, bën një akt cinik, një mashtrim me rreth 40% të shqiptarëve që ç'është e vërteta janë pjesa që djersin më shumë, që sakrifikon më shumë, qoftë për kafshatën, qoftë për prosperitetin e vetë dhe të vendit. Ndaj dhe ju që jeni këtu, ose gjeni një vend në Bashkimin Evropian që nuk jep subvencione nafte, ose damkoseni drejtuesin tanë si një mashtrues ordiner, që në çdo fjalë nxjerr një mashtrim, dhe të vendosim këtu të rikthejmë me ligj subvencionin e naftës, duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermerët, por edhe për transportin publik, sepse ju e morët vesh që u paksuan me 40% autobusat e linjave. E kuptoni mirë, dakord, ajo mund të bjeri, po problemi është shumë i rëndësishëm. Ndaj dhe të bëjmë këtu një ndërhyrje urgjente që të subvencionohen fermerët. Po, vin miliardierët e Arabs edhe marrin me 600 lek naftën. Dhe ata ka rëndësinë e ekonomisë e hapin shishë shampanje me rame. Po kjo është turbor. A përfaqësoni ju apo s'përfaqësoni ata fermerë? Apo përfaqësoni vetëm... Ju lutem përfundoni, Zoti Berisha. Edhish në renditje, në debat këtë çështje. Në votim. Fjalën e ka zonja Jorida Tabaku për procedurë, ju lutem. Faleminderit kryetar, gjatë seancës së shkuar në parlament ne patëm një debat të gjatë për çështjet e integrimit. Patëm një debat gjatë për faktin që opozita është lënë jashtë këtij procesi sot, jo vetëm opozita, por edhe qytetarët shqiptar, për transparencën që duhet të ketë në këtë proces. Unë besoj që kanë kaluar pak kohë, 10 ditë, 2 javë dhe mendova që qeveria shqiptare do reflektonte dhe do të sillte në parlament informacionin që të paktën parlamenti diskutonte. Në Serbi, pozicionet negociuese publikohen një javë mbasi ato diskutohen me komisionin. I gjithë procesi i negociatave është një proces i hapur dhe transparent. Sot qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë informacion se çfarë ndodh me negociatat. Qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë informacion për pozicionet negociuese. Parlamenti nuk ka asnjë informacion se cilat janë detyrimet ndërmjetëse. Deputetët nuk kanë asnjë informacion për detyrimet ligjore që duhen plotësuar dhe periudhën kohore. Absolutisht asnjë deputet i opozitës nuk është i përfshirë në këtë proces. Për këtë arsye, edhe një herë në emër të opozitës, kërkoj zoti kryetar, ju si kryetar i kuvendit, ju kam kërkuar që në shtator në nisje të sesionit të luani dhe të kryeni rolin tuaj institucional dhe të publikoni dhe të njoftoni dhe opozitën për këtë proces. Në mënyrë të vijuar kemi kërkuar publikimin e ligjeve, në mënyrë të vijuar kemi kërkuar publikimin e pozicioneve negociuese, në mënyrë të vijuar kemi
kërkuar që të ketë informacion dhe transparencë. Ky proces nuk mund të jetë një proces teknik, ku shkojnë dhe bëhen prezantime PowerPoint-i. Ky proces është politik dhe qytetarët shqiptar duhet ta dinë se çfarë po negociohet sot në Bruksel. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë a ka apo jo pengesa sot në Bruksel. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë cilat detyrime qeveria shqiptare ka marrë angazhim për të kryer dhe nuk i ka kryer. Duhet ta dinë në qoftë se miratimi i ligjit të porteve të jahteve është pengesë apo jo për kapitullin 5 prokurimit publik. Në qoftë se është pengesë për kapitullin 27, në qoftë se është pengesë për kapitullin 14. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë në qoftë se mos votimi i imunitetit të ish-zëvendës kryeministres është bërë problematik dhe është diskutuar atje apo jo. Këto janë çështje shumë të rëndësishme procesi i integrimit. Është çështje e interesit kombëtar, ka qenë objektivi strategjik i Shqipërisë. Nuk mund ta trajtoni këtë si pronë tuajën pa dhënë absolutisht asnjë informacion. Përsëris dhe një herë kërkesën legjitime të opozitës për transparencë, për informacion dhe për gjithë përfshirje. Duhet patjetër që sot këto tema t'i kemi në parlament. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ardit Bido, për procedurë. Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet. Në fakt, ne në këtë sallë të nderuar të debatit të shqiptarëve duhet të diskutojmë për së pari mbi zërin e përbashkët që duhet të kemi mbi integrimin. Dëgjuam pak më parë që të flitet për subvencionime në bujqësi. Është për të thënë fakti se në 8 vite të qeverisjes Partisë Demokratike, shuma totale e skemës kombëtare nuk krahasohet me shumën e një viti si vjet. Ama, ajo çka është e vërtet, është që financimet në vendet e Bashkimit Evropian janë shumë herë më të larta, e kushdo që e di se si funksionon Bashkimi Evropian, e di që ato janë fonde të Bashkimit Evropian dhe jo të vendeve anëtare. Prandaj shumë thelbësore, objektivi i vendosur nga ky kuvend këtë vit, që ne në vitin 2030 të jemi antar me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Por pse është e rëndësishme që ne të flasim për integrimin? Sepse kam qenë vetë prezent si kurse kolegë të shumë të kësaj shumice, kur jemi ulur me antar të Këshillit të Evropës apo të Bashkimit Evropian, ku kolegë të opozitës, në vend që ta mbështesin de facto antarësimin e Shqipërisë Bashkimin Evropian, nxjin Shqipërinë në mënyrë të vijueshme. Kërkojnë nga Këshilli i Evropës që ne të kthehemi pasi e nxorëm Shqipërinë nga monitorimi për herë të parë në 30 vjet, kërkojnë që ta rikthejnë Shqipërinë në monitorim. Kam dëgjuar kolegë të opozitës që duke folur me vende anëtare të Bashkimit Evropian të kërkojnë ndërprerjen e negociatave dhe jo të kërkojnë që fermerët shqiptar të marrin subvencionimet siç i marrin në Gjermani, siç i marrin në Francë, duke antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Këtë debat duhet të bëjmë në këtë kuvend. Faleminderit. Zoti Berisha, replik. Mashtrimi është bërë ligji i tyre. Ligji themelori moralit tyre. Në Shqipëri rurale, qeveria me pashme ka investuar 3 miliard euro. Dhe ka ndryshuar në kulturën më tradicionale të zonës fushore kodrinore të Shqipërisë ullit nga 4 milion që vinë nga kohë e Skënderbeut në 11 milion rënjë, si që bëni do të kur. Së dyti, smatëm me vendet e Bashkimit Evropian, dhe kjo është e drejtë, smatëm i do të. Po vetëm për Kosovën duhet të rikujtoj këtu. Kosova ka ndarë këtë vit 200 milion euro për bujqësit. 200 milion euro për bujqësit. Kosova ka ndarë 4 herë më shumë se Shqipëria. Kosova jep për 1 hektar grur $400 euro. Kosova jep për 1 hektar grur për plerat 100-150 euro për plehrimin. Jep për faren, jep për naftën. Pra, jo të krahasohemi me Gjermaninë, jo, as me Francën, as me Italinë, po me Kosovën pomor,
Kosova ka gjysmen, ka gjysmen e buxhetit ton, 4 miliard euro, po që jeni morë kështu kaq të mirë, që ngri bëri papagallin e një hajduti që po shkatron vendin apo jo. Si është kjo puna juaj? A keni ndjeja ju? A jeni shqiptar? Po ti do t'ja shqiptari, sepse ata fermerët e Vurgut, e Jugut, Mbara koha, zoti Berisha. Zoti Berisha, ju lutem. Përfundoni, ju lutem. Një fjalë. Nuk është fjala këtu, është fjala për Kosovën, për Maqedoninë, për Malnezi. Po i pardin që e vodhet dhe i përjashtuat nga 130 milion euro mbështetje europiane, bashkimit europian për mirë shqiptar. Pse nuk e thuat i këte? Apo i vodhi ai që mu palejnë cili zhvillet kur në Shqipëri, dhe ate që vodhi e mori këshilltarë në zy. Zoti Berisha ka mbaruar koha. Zonja Ina Zhupa për procedurë. Nuk e të 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 të